Kryeministri Edi Rama e cilësoi të mbyllur çështjen e kërkesës së SPAK për arrestimin e deputetes Belinda Balluku, duke i bërë një kritik indirekte prokurorëve dhe gjyqtarëve që sipas tij nuk mund të bëjnë çfarë të duan kur trokasin në kuvend. Megjithse Rama e prezanton këtë si mbrojtje të deputetëve, kritika e tij tingëllon si një kërcënim të qartë ndaj sistemit të drejtësisë, duke sugjeruar se kuvendi ka prioritet mbi hetimin dhe autonominë e SPAK. Ai gjithashtu theksoi se hetimi mund të vazhdojë pa pengesa, por në të njëjtën kohë minimizon rëndësinë e dyshimeve për shkelje tenderash 6 vite më parë, duke e paraqitur të gjithë procedurën si një kuturisje të panevojshme. Prokurori dhe gjykatësi janë të pavarur dhe ata bëjnë çfarë duan. Ata nuk mund të bëjnë çfarë të duan kur trokasin në derën e kuvendit dhe kuvendi nuk mund të bëjë sikur nuk shikon, sikur nuk dëgjon, sikur nuk mendon dhe të refuzoj të kryejë rolin e tij duke praktikisht mbrojtur dinjitetin e dinjitetin e parlamentarëve të Republikës së Shqipërisë që nuk mund të trajtohen si fajtor pa qenë të shpallur të tillë nga gjykata. Ky qëndrim lë një përshtypje të qartë se autoriteti politik mund të ndikojë në vendimet e drejtësisë duke vënë në dyshim ndarjen e pushteteve në vend. Nga ana tjetër, Rama përdor ironi ndaj kritikëve dhe bashkëpunëtorëve ndërkombëtar, duke e prezantuar çështjen e imunitetit të deputetëve si një pengesë të egzageruar për integrimin në Bashkimin Evropian. Në rastin më të mirë qesharak, në rastin më të keq janë jo vetëm ignorant, po janë dhe shumë të ligjë. Por unë ju siguroj që në asnjë mënyrë rruga jonë drejt antarësimit nuk është bllokuar dhe nuk do të bllokohet për këtë shkak. Kritikët argumentojnë se qëndrimi i tij nuk është vetëm një shprehje politike, por një mesazh që tregon se liria e deputetëve mund të mbrohet mbi interesin publik dhe drejtësinë, duke krijuar një precedent shqetësues për kontrollin e pushtetit ligjor në Shqipëri.